Shqipëria ka hapur sot grup kapitullin e parafundit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në konferencën e 6 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian u hapën 4 kapituj të rinj të grup kapitullit me temë Agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Në një deklaratë për mediat në Bruksel, komisionerja e BE-s për zgjerim Marta Kos u shpreh se Shqipëria ka bërë një punë mjaft të mirë dhe ka ecur me hapa mbreslënëse në hapjen e kapitujve, duke inkurajuar që të vijojë me këtë ritëm, por duke përfshirë edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat. Ky rezultat është rrjedhojë e punës së madhe të autoriteteve shqiptare që kanë çuar përpara reformat përgjatë shumë viteve dhe sidomos gjatë këtij viti. Pavarësisht zgjedhjeve që janë zhvilluar, ne e dimë që reformat që ju kërkojmë kandidatëve tanë ndonjëherë nuk janë të lehta. Kërkojmë ndryshime themelore, por vendi juaj, i dashur kryeministër, po tregon që mund të bëhet. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur dhe se BE-ja e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi se presin me padurim të hapin grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij viti, duke shtruar se ai e di që kjo është shumë ambicioze, por shtoi se është ajo çfarë duan të bëjnë. Finally had our first ever. Më së fundmi, kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën, kështu që kjo është një perandori pjesës së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, një perandori sigurie e sigurimi, ku më së fundmi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat e liritë e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Ndërkaq ministrja daneze e çështjeve evropiane Marie Bjerre tha se konferenca e sotme është një hap domethënës për Shqipërinë dhe për BE-n. Ajo shtoi se zgjerimi është bërë një nevojë gjeopolitike dhe se duhet të ecim përpara me zgjerimin, sipas saj, për një BE më të fortë dhe më të sigurt. Ajo shtoi gjithashtu se zgjerimi është një përparësi kyçe për presidencën daneze të BE-s.